Shkoi për një foto në banesën e këngëtarit të njohur Ayemer Peng e zhvesh dhe reperi francez Zola, 26 vjeç, është arrestuar nga policia franceze në ndyshimet për rëmbim dhe dhunë të rënd ndaj një 19 vjeçari i cili, sipas mediave lokale, ishte një fan si madh i artistit. Ngjarja e rënd dyshohet se ka ndodhur në banesën e reperit. Sipas Le Parisien, i riu kishte shkuar pranë shtëpisë së Zolas me shpresën për të bërë një foto, por situata u kthye në dhunë ekstreme. Policia arrestoi Zolan dhe 3 persona të tjerë pasi i riu deklaroi se ishte sulmuar barbarisht. Raportohet se artisti ka dalë nga banesa së bashku me 8 persona të maskuar dhe të armatosur, duke trembur të riun i cili tentoi ta ratisej, por ai u kap në rrugë, u tërhoq me forcë dhe u dërgua përsëri në shtëpinë e reperit. Aty, sipas dëshmisë së 19 vjeçarit, ka nisur mangthi 2 orësh. I riu detyrua të zhvishej ndërsa rrobat e tij u dogjën para syve të tij. Më pas, Zola dhe truprojat e tij e kanë dhunuar fizikisht duke i vendosur edhe një armë zjarri në gojë. Dhuna është përshkallëzuar dhe më tej në bodrumin e banesës, ku sulmuesi dyshohet se kanë qelluar me breshëri armësh pranë trupit të 19 vjeçarit. Para se të liej të largohej, atij është marrë telefoni dhe karta bankare, ndërsa automjeti i tij është gjetur i dëmtuar me goma të çara dhe pasqyra të thyera. Sipas raportimeve, grupi e ka shoqëruar të riun deri tek makina duke e kërcënuar me vdekje dhe duke e paralajmëruar të mos shkonte në polici. I riu më pas ka gjetur shtret tek të afërm që jetonin pranë zonës. Hetimet mbi ngjarjen rëndëvijojnë, ndërsa autoritetet pritet të marrin vendime të tjera në ditët në vijim.